Dita e 20. Heinrich Bullinger, 1504-1575. Mjekra e madhërishme e Zyrihut, nga David Mathis. Në një epokë kur priftërinjtë beqar veçoheshin prej besimtarëve të thjeshtë dhe në pjesën më të madhe nuk mbanin mjekër, reformatorët protestant u bën mjekrosh për t'i dhënë një mesazh të caktuar botës. Ata por i përtërinin si burrërin, ashtu dhe anën njerëzore në udhëheqjen e kishës dhe nuk ishin frikë që këtë mesazh ta jepnin me vetë fytyrat e tyre. Thuhet se Heinrich Bullingeri, shërbestari kryesor në Zyrihun e asaj kohe, pra një prej qyteteve kryesore të Zvicrës, kishte mjekrën më fisnike nga të gjithë. Një historian e përshkruan mjekrën e Bullingerit si një shtyllungë madhërishme, dhe kjo vërtet lidhej me teologjinë që ai kultivoi dhe promovoi pas humbjes së parë tronditëse të reformimit. Protestant dhe predikues. Bullingeri, biri i një prifti katolik, lindi në një qytet të Zvicrës që quhej Bremgarten në vitin 1504. Ai frekuentoi Universitetin e Kölnit në Gjermani në vitin 1519 për të studiuar shkencat sociale, jo teologjinë mesjetare. Atje, ai u bë dëshmitar i një ceremonie për djegjen e veprave të Luterit dhe kjo ngjarje i ngjalli interesin për çështjet e besimit. Më pas, ai vendosi t'i lexonte vetë veprat e Luterit dhe gjatë leximit, bota ju kthye përmbys. Megjithse tepër i ri, sapo kishte mbushur të 18-tat, Bullingeri u kthye në besimin protestant. Në vitin 1523, një vit pas kthimit të tij në besim, Bullingeri u takua me Ulrich Zwinglin 1484-1531, i cili ishte kthyer në besim në vitin 1519, pothuajse në të njëjtën kohë me Luterin. Dhe shumë shpejt u bë udhëheqësi i reformimit zvicerian. Zwingli ishte 20 vjet më i madh se Bullingeri, por të dy u bën aleat dhe 8 vjet më vonë jetët e tyre u lidhen një herë për gjithmonë, kur fatkeqësia goditi lëvizjen e re reformuese. Pasuesi i pastorit të Zyrihut. Zwingli jo vetëm që ishte pastori i Zyrihut, por gjithashtu edhe kapelani i ushtrisë së qytetit. Më 11 tetor 1531, reformatori i madh ju bashkua betejës së kapelit për të mbrojtur qytetin kundër forcave katolike. Atje ai mbeti i plagosur, u zurop nga ushtria pushtuese dhe u ekzekutua. Pas humbjes së ushtrisë protestante, qyteti i Bullingerit, ku ai shërbente edhe si pastori i kishës protestante, gjendej në rrezik, kështu që ai u kthye menjëherë në Zyri. Kur shkoi atje, mori në shtëpinë e vet bashkëshorten dhe 2 fëmijët e mikut të tij të dashur, dhe brenda pak javëve u zgjodh si pasuesi i Zwinglit dhe shërbestari kryesor i qytetit, një ofiq të cilin Bullingeri e mbajti për 44 vjet, nga mosha 27 vjeçare deri në vdekjen e tij në moshën 71 vjeçare në vitin 1575. Ndër të parët teolog të beslidhjes. Sa shpesh ndodh që historia ndërthur të burrat e mëdhenj, forcën e madhe me dobësi po aq të mëdha. Një prej kontributeve më domethënëse të Bullingerit ishte forma e tij primitive e teologjisë së beslidhjes. Në këtë pikë, ai ndoqi udhëheqjen e Zwinglit, i cili e organizoi teologjinë e tij sistematike sipas kriterit të beslidhjes dhe jo sipas kritereve mesjetare. Zwingli e vendosi qendrën e tij teologjike në beslidhjen e Perëndisë në krijim me Adamin. Bullingeri e poqi dhe e përshtati atë teologji për të fokusuar te Abrahami, një hap ky në drejtimin e duhur, por sikurse vënë pa historiani David Steinmetz, që të dy e vendosën qendrën e gravitetit të teologjisë së tyre në dhjatën e vjetër dhe jo në të ren. Pikat e forta përfshinin leximin e Biblës si një histori e vetme. Pikat e dobta përfshinin një prirje për të minimizuar apo mohuar ndërprerjet mes beslidhjeve që zbulohen në dhjatën e re. Me pak fjalë, Zwingli dhe Bullingeri e lexuan të gjithë Biblën, por e panë si një rafshin të njëtrajtshme. Ajo që mbetet ende e paqartë është se sa ndikoi kjo teologji e hershme beslidhjeje
në keqtrajtimin e anabaptistëve, ripakzuesve nga Zvingli dhe deri në çmasçeky një reagim ndaj këtyre radikalëve. Në vitin 1525, Zvingli dhe Bullingeri së bashku e mbrojtën pagëzimin e foshnjave në një debat publik me anabaptistët, gjë e cila çoi në mbytjen e disa prej këtyre të fundit. Bullingeri gjithashtu ndoqi qëndrimin e Zvinglit në kundërshtimin e muzikës kishtare për shkak të rrezikut të saj për t'u bërë idhull dhe për ta penguar adhurimin e vërtet. Bullingeri e mori instiktin e Zvinglit dhe e ktheu në parim normativ, duke bërë kështu që muzika kishtare të mos përdorej në zyri deri gati një qerek shekulli pas vdekjes së Bullingerit. Paqebërësi. Megjithatë, trashëgimia që la pas dhe jeta që ai jetoi nuk ishte ajo një përçarsi, por përkundrazi, e një bashkuesi. Pas mjekrës së tij të madhërishme, fshihej një prej zemrave më të mëdha të epokës së reformimit, por edhe një prej paqebërësve më të palodhur. Edhe pse Bullingeri rrallë largohej nga zyriu, ai u përfshi në korrespondenca personale voluminoze. Rreth 12.000 letra të tij kanë bërritur deri në ditët e sotme për t'i këshilluar udhëheqësit e reformimit anë mban Evropës dhe për të nxitur krijimin e aleancave mes tyre. Më tepër se sa për vetë talentin e tij si predikues, Bullingeri u bë i njohur për durimin, urtësinë dhe zemërgjerësinë e vet. Ai e stabilizoi kishën e re, por me shumë ndikim të zyrihut, duke e bërë që të kapërcente me sukses tragjedin tronditëse që pësoi, duke udhëhequr për plot 40 vjet pas saj. Ai kultivoi dhe arriti atë që filloi Zvingli. Sipas Steinmetzit, pas Zvinglin nuk do të kishte reformim në zyri, por pa Bullingerin, reformimi nuk do ta kishte pasur të gjatë në këtë qytet.